qenë Sherilyn Sarkisian, ka lindur në 20 maj 26 në Kaliforni. Është rritur në një familje me të ardhurat ulta, ka përjetuar vështirësi, ka pasur dhe disleksi të padiagnostikuar, që e bëri shkollën e saj një proces shumë sfidues. Por Cher është takuar më vonë me Sonny Bonon në 62-shin dhe bashkë kanë krijuar duon ikonike Sonny and Cher, duke arritur sukses të madh me hitin